Mamat që punojnë duhet të më kuptojnë në këtë video. Nuk është e lehtë dhe të gatuash edhe të punosh jashtë shtëpisë dhe të punosh brenda në shtëpi edhe të përgatitesh mëngjesin, drekën, darkën, sallatrat njërën tjetrën. Që kështu çfarë bëj unë personalisht, përpiqem që në një ditë që kam pak më të lirë, që nuk jam aq e bllokuar nga puna jashtë shtëpisë edhe brenda në shtëpi, përpiqem të bëj të paktën 2-3 sallatra që t'i kem dhe për ditët e nesërme. Domethënë sallata është e rëndësishme. Sallata është e rëndësishme se kur kthehem nga puna, nuk kam kohë që të rri të ziej as lule lakrën, as brokolin, as njërin as tjetrën, ose të rri të grij lakrën e bardhë, se pastaj kemi dhe aktivitete pas shkolle, jo do vemi për not, në pishinë, jo do vemi për boks, njërën tjetën që të gjitha këto aktivitetet që çoj djalin, ndaj edhe nuk kam kohë që të më tepëroj. Si shikoni këtu unë përgatit të lakrën e bardhë bashkë me karot, të cilën mund ta mbajmë 3-4 ditë në frigorifer, nuk pëson asnjë gjë. Kur e nxjerr pastaj ja do t'ja hedh vajin, kripën, uthull ose limon, çfarë të doni juve. Edhe bënet perfekte. Këtë kale e përgatit edhe do ta ham të njëjtën ditë se të nesërmen nuk bëhet e mirë, ndaj këtë do ta ham sot. Pastaj lule lakrën do ta mbaj dhe të nesërmen, të pasnesërmen nuk pëson gjë në frigorifer. Këto janë sallatat që përgatita, që t'i kemi për një 3-4 ditë të jemi okay.